ekskluzivitete, por gjithsesi mendoj që zonja presidente Osmani është aq e vetëdijshme sa të di një gjë. Më kujtohet Edita Tahiri dhe Edi Shukriu. Në kohën e presidentit historik Rugova, kur provuan ta krijojnë dhe ta nxjerrin një parti e cila u quajtë më duket Alternativa Demokratike. Me nxjerrni gjys autobusi vota e patëm lidh, se Rugova ishte gjallë. Njëjtë provuan disa edhe me presidentin Poash, mos më pak Hashim Thaçi në kohën sa ishte në kulmin e tij politik të provojnë dhe të ndohen nga ti dhe të provojnë fatin si po kalojnë politikisht. Nëse ata dy autobusa e moshën, po jo më shumë. Dhe natyrisht nona me o, nona politike, në këtë rast nuk besoj që mundet pa babën. Dhe baba në politikë momentalisht, ta themi kështu jo në pejoracion, është Zoti Kurti dhe zonja Osmani e din që e ka në drejtën e saj të bëj si fiskultura është politike, po këto mund përfundojnë në salto mortale në fund. Dhe rikthimi apo kthimi në LDK, edhe ky supozuar, pasi mendoj që janë kallë kartat, edhe ka kalu shumë ujë në rrur për të kthyer në mënyrë triumfale zonja Osmani në LDK, sepse edhe është Lumir Abdigjiku aty kryetar krejt legjitim edhe i votuar, situata dhe rrethana është tjetër. Zonja Osmani nuk ka të ardhme politike sipas mendimit tim në LDK, shifet që për shkak konstelacioneve politike arben momentale nuk qëndron në kombinime për të pozicionuar lartë, si që ka synuar dhe si që është tani, dhe kjo natyrisht të komentime shkojnë krejt për tej, a ka përpasua, shka ka përpasua, si ka përpasua zonja Osmani. Mendoj që president më të mirë, më dinitos, më integritet në arenën ndërkombëtare posaçërisht se zonja Osmani nuk kem pas. Mendoj që është një figurë politike së paku në reprezentimin e Kosovës jashtë ka qenë e jashtëzakonshme, e mrekullueshme, ta themi kështu, me terme krejt të lavdatave të skajshme të mira. Por kjo nuk mjafton në kombinimet e brendshme politike. Dhe kjo natyrisht që zonja Osmani këtë mendoj që e din, është e vetëdijshme, dhe natyrisht që është krejt legjitime të provoj për hapat, po kjo nuk do t'i prodhoj asnjë rezultat politik, dhe zonja Osmani mund të mendoj dhe mund të punoj si që është duke punuar për gjetjen e alternativave apo platformave që ja mundsojnë rikyqjen, por kjo nuk mendoj që do t'i sjellë ndonjë dobi politike.